Ka bërë gabim? Jo, mendoj që është lëvizje strategjike aty, sepse e din që Ata ja garanton populli, jo partitë e tjera. Ai ka garu, i kanë poshtë partitë e tjera politikisht para popullit dhe pastaj populli ka garantuar jo partitë e tjera. Nuk kuptova. Forcën politike që ti sot dësh mull me Kurtin me bisedu, të cilën e ka më të madhe se subjektet e tjera politike në Kosovë, nuk e ka marrë për subjekteve. Në fakt po e ka marrë, ja u ka marrë votu subjekteve dhe tash i ka për vete. Dhe në qitë pozitë, kur kjo i ka 100% votave, ju thoni se është në rregull, veç mos më marrë me të në kuptimin e asaj që mos me tentu me bo një marrëveshje, më barikadu dhe me shkua 5 në zgjedhja, sepse me një farë forme, zotri Kajtazi, që shpeshani, që shë kena ledzu bashkë situatën, që të pedon Kurti. Po le që ka dënë Kurti. Edhe problemi është që nëse ta një pimposht edhe ma keq. Ata po bujnë që adon kjo pimposht edhe ma keq. Ta një pimposht a 5... Ishte përfundoj logikën që po do me thonë. Nëse ti bjenë në Grockin Albin Kurti, qoftë që ka dënë me bo ti, qoftë që ka dënë mus me bo, ti prap funin e keq e ki. Aty lunë pak 1%. Sepse ti e prap në orbitën... Dhe të në qënë zgjedhje, bjanë që ti je i rënë në Grockin në këtë logik ti je në Grockin e Kurtit. Po tash ti me bo lëvizje. Mja zot jetën politika Albin Kurti që konsideron njëri dëmshëm, veç për shkak se elektorati ka me ta marrin noti, është mos guxim. Dhe opozita do të me ndru këtë diskurs për me dal nga loja Kurtit, këtë për thëmëne. Sepse Albin Kurti dënë pikrisht, që shtu partit me qitë kushte, po veç më le të vinë salë. Sepse ky zotni, as nuk janin për kushte, as nuk janin nëse ka marrëveshje me dikë. E ka prish marrëveshje me LDK më në natës. Mos flasim për fjalë që i ka hëngër që disa i përmendi ky për asociacionin, demarkacionin e bare për çështjen ma, që me thonë, që u konë shumë e diskutueshme, privatizimi. Albin Kurti është ka punën me qunë njerën e vetë për me dritu. Le që se ka shu që 7 vjetë. Që ka thonë ka me shu. Ka me shu si të vimë. Agencioni i parë. Pra, po kuptoni, na jena të e gjiku me dë standardet që mas nuk jenë loj. Dhe nëse ti se kupton këtë situatë si parti politike dhe tenton me ndërtu një narracion, ndaras nga e që ka e dikton Albin Kurti, si bone që ka thëtaj, si bone që ka nuk thëtaj, ti prap jenë lojën e ti. Dhe aleanca, për bindjen të është dashtë të jetë më e guximshme, dhe thëtë që me asni kusht, nuk i shkoj që t'ja zgjas jetën politika Albin Kurti, sepse, ky njeri nuk është i besueshëm që çfarë do kushti që thotë po e zbaton, sepse e ka vërtetu që ju, dhe mos guximi përveç aleancës edhe i partive tjera opozitare, për ta marrë një qëndrim të qartë. Dhe vendosjen, ka pas qëndrim të qartë si pas mje. Nëse unë e kom kuptu, me qenë se për përmen aleancë. Jo, po mëni me debatu, me elaboru të ishtë pritë edhe artanin. Çka po du me thonën është që pikrish mungesa e qëndrimeve të qarta opozitare, dhe qasja se qysh për prezenton Albin Kurti të popullit. Ramush Haradinaj në raport me Albin Kurtin, edhe me vetë vendosje. Jo, po menoj që edhe PDK-ja ka qenë e qartë, se do të rënë opozit. Absolut, e ngon shumë qartë, ka shku një një takim. Se bishkon takim, ka qenë në disa takime edhe ma herë. Dhe këtë gjë, populli i Kosovës, zero ja ka vlerësu. Rezultati është i njëjtë. Pikërisht mungesa një qëndrimi ose një vijet kuqe. Sepse nëse ti thu, një njeri është autoritar, ka ketë qeveris, ka cënu aleancat jetike të shtetit Kosovës, i ka cënu krejt themelet e shtetit Kosovës, që shmërej shkën takim ati njëriju. Qoftë Vedre Omza, qoftë Krimir Abdijiku. Për më këthy, a banë veç bidja li të LDK-ja, se unë ku deshta më këthy të LDK-ja. Edhe Lumir Abdijiku i ka shku njëjtë. Dhe lëvizja ti për të shkuar në koalicion me Albin Kurti, me këtë njeri që ka thonë është autoritar, po këtë qeveris, i ka cënu krejt interesat shtetënore të Kosovës, pi shkëm prap në tavolin për diskutuar për koalicion, unë ju thëmë bravo atyune që po e qojnë emocion për ta shkarkuar. Sepse është shumë jetike, sepse qështu është situata. Në LDK ka njerë që është Lumir Abdijiku, Josa Osmani, që do me pështu karierën e vetë të u bo ministrat Albin Kurtit, ndërkohë që janë disa tjerë, absolutisht, oferta e pranuar e Lumir Abdijiku dhe Vjosa